Kush prej jush e njeh Eminem? A keni dëgjuar për të? Flas për reperin e famshëm amerikan dhe botëror Eminem. Djaloshin bjond, si mund të quhet. Kush nga ju i ka dëgjuar këngët e tij ose kush e njeh? Po a i njihni historinë e tij? Dëgjojeni me vëmendje historinë e tij sepse do t'ju bëj që të reflektoni thellë. Bile do t'ju lutesha që ta dëgjoni deri në fund dhe pastaj t'jepni mendimin tuaj. E dini se përse? Tani po ja u them. Së pari, dua të nënvizoj që kush nuk i ka bërë ende faqes like, le ta bëj tani, sepse nuk i kushton asgjë dhe ju falenderoj që jemi bërë bashkë. Kush nuk i ka bërë ende like, thashë, i bëni like faqes sepse nuk i kushton. Megjithatë ju falenderit. Unë dua të nënvizoj diçka të rëndësishme. Shumë njerëz shpesh i klasifikojnë, le të themi, pjesën dërmuese ose ndoshta edhe të gjithë artistët si njerëz drogaxhinj ose njerëz të shturur. Mirë po nuk është kështu. Mes tyre ka, padyshim, por ka edhe mes njerëzve normal, të shturur, ignorant, apo edhe drogaxhinj. Ka. Pra, të mirët e të këqijt gjenden gjithandej. Por historia e Eminemit do t'ju lë pa fjalë. Jam i bindur për këtë. Eminem u lindi nga një familje e varfër. Jetonin në një rulot. Dhe me kalimin e kohës kishin vështirësi të mëdha, sepse i ati përdorte dhunë. Mbi të gjitha e jema edhe drogoheshin që të dy. Ata ishin të droguar, po jo djali. Okay? Dhe herë e trajtonin dhe keq. Por Eminem nuk u ndal me jetën e tij, që t'ikte për shembull në një befotrof apo të shkonte diku tjetër. Ishte i detyruar që t'ishte aty, në atë shtëpi. Kur emri i tij u nda nga bashkëshorti, filloi që të jetonte me një tjetër, me Njerkun. Dhe Njerku e rrihte nga mëngjesi deri në darkë Eminemin. Dhe kaluan vite. Ai aty ku ishte, pra në atë në rulot ku jetonte, shpesher e fusnin edhe poshtë krevatit. Me fjalë poshtë, le të themi që ishin krevate, po i shtrinin kështu dyshekët. Dhe kishte me disa dru që mbanin pak lart dyshekun. Dhe dyshekun me lloga. Dhe e fusin nën dyshek, me fjalë nën krevat. E trajtonin kaq keq sa se keni iden. Ai mësoi nga këto gjëra, sepse njeriu ndonjëherë duhet të di që të mësoj dhe jo të shkoj në të njëjtën linjë, pra të bëj atë që bënte tjetri, babai, nëna, prindi, apo ndoshta edhe Njerku. Dhe ai me kalimin e kohës nuk duroi dot më që të rinte tek Njerku. Dhe në moshën 17 vjeçare, sapo kishte njohur një vajzë. Një vajzë që për të ishte çdo gjë, sepse ai e shikonte vajzën si një familje. Nuk e shikonte si e jema për shembull apo jati apo ta di unë që gjë e shturur. Pra një djalë serioz, edhe pse ishte lindur dhe rritur në një familje të shturur. Dhe si përfundim, ai shkoi dhe jetoi me këtë vajzë, sepse nuk duronte dot më rrahjet e Njerkut. Mirë po, me kalimin e kohës, ajo mbeti shtatzan. Dhe ky ndërkohë filloi që të bënte në një këngë, kështu sepse i pëlqenin këngët. Por nuk i bënte këngë të famshme, sapo kishte filluar kështu, në gjallë. Dhe ajo nuk e pranonte më që të rrinte tek shtëpia e tij, pra e fejuara, ose gruaja, le të themi, sepse nuk u martuan. Ai e vojti shumë, sepse kishte vajzën. Ajo lindi një vajzë, pra vajza e Eminemit, dhe ky e donte shumë, ajo rrinte i përherë me tjatin, dhe ky e donte shumë. Kaq shumë sa që ai kërkoi që të vetvritej, sepse nuk jetonte dot pa fëmijën e tij. Dhe ajo e fejuara, ai s'kishte asgjë, sepse ai s'ishte bërë ende i famshëm, kështu që ajo nuk donte që t'ja tregonte fëmijën. Si përfundim,
ai kur bëri disjet e para, që filloi që të bënte disjet e para dhe filloi të shkruesh për emrin e tij dhe të qarkullonte emri, filloi që të merrte ndonjë lek dhe kjo ju afrua. Ju afrua sepse dikush i tha që shiko se ky po bën para. Dhe i kërkoi që të jetonin bashkë. Ai pranoi se kishte hallin e vajzës. Dhe hajde, dhe pse ishte i dashuruar, sidoqoftë me atë grua, dhe vazhduan jetën. Mirëpo, teksa ishin 2 vjet, më duket, bashkë, se si mbaj mend tani datat, po pak rëndësi ka, e pa duke gruan e tij duke puthur shokun. Dhe nuk ishte shoku që puthi gruan, por ishte gruaja e tij që puthi shokun e Eminemit. Dhe ju pështir shumë. Edhe i tha, unë dua vetëm vajzën, të tëri vetëm e vajzën, ti bëj ç'të duash. Mirë po ajo s'pranonte. Ajo përveç se iku, u largua, nuk i tregonte vajzën. Pra edhe njëherë tjetër ndodhi e njëjta gjë. Dhe Eminem u pesmatua shumë nga kjo situatë, bile ai një kohë nuk donte të dilte asgjë kundi, nuk donte të bënte asgjë. Si përfundim, kur filloi që të ishte botëror, sepse u bë famë e madhe, mbani mend ju pas viteve 2000 ishte Eminem, ishte 2003, mos gaboj, ishte një nga emrat që flitej vetëm për të, para s'kën tjetër. Dhe duke u bërë kaq i famshëm, padyshim arrin dhe të ardhurat financiare. Dhe ajo ju ofrua sërish. Dhe kësaj radhe i kërkoi që ta martonte, se kishte hallin e parave. Dhe ky nuk i kishte problem. Tha mirë, dhe u martuan. Dhe prap nga e para kishin problem me gjithatë, sensi i të gjithës kësaj është që ai njeri, pra Eminemi, është një nga njerëzit më fantastik që unë kam lexuar ndonjëherë ose që njoh me aq sa tregohet, dhe nuk e kuptoj se përse jeta e ka dënuar kështu. Nuk e kuptoj, sepse ai lindi në një familje të shturur, krijoi një familje që e shturi e gruaja, jo ai, dhe nuk e kuptoj ky që gjendet aty në mes, pse gjendet aty. Ndonjëherë nuk e kuptoj se përse sillet kështu, kush ka krijuar çdo gjë. Është shumë e çuditshme jeta e njeriu. Shiko, në një emision e tha publikisht që kur vajtin u fut në një dyqan, i thanë, shiko, pse nuk blen një orë, sepse i treguan një red carpet, aty ku ecin gjithë këta të famshmit, dhe i thanë që duhet vendosësh një orë, po ti nuk mund të vendosësh një orë do si do, të bësh një orë siç duhet. Dhe ora kushtonte $50,000. Dhe ky mori menaxherin në telefon, i thatë menaxherit, po unë mund ta blej këtë orën. Qeshi menaxherit, ti je milioner, tha, normal, sepse për ju që nuk jeni të informuar, Eminem ka në atë kohë kishte rreth $200 milion, por tani mund të ketë arritur $300 milion. Dhe kështu që çfarë mund t'i bënin atij $50,000? Kështu që ai menaxheri tha, po mor, tha, mund ta blesh, tha, nuk ka asnjë problem. Mirë po ai edhe pse e bleu orën, e mbante aty në vitrinë, bile që mos e gërvishtej. Kur e pyesin ndonjëherë kështu, po ti pse nuk shkon në vendet, sepse ai nuk frekuenton vende ku janë VIP-at apo ku ta di unë, apo restorante të famshme, mjafton që të hahet mirë dhe pastër. Nuk e kam problem për të paguar. Dhe vesh atë, vë atë kapelen në kokë, vesh një xhuk kështu që mos ta njohë kush, dhe futet tamam si njeri i thjeshtë. Bile sa herë që takon njerëz ku shikon që janë të varfër, ose dhe njerëz normal, ai i lë diçka. I lë diçka sepse, dhe nuk e di as vlerën e asaj që lë, sepse ai nuk di vlerën. Nuk është puna vetëm që nuk ka bërë shkollën, por që është njeri i tillë dhe nuk është ambientuar të bëjë llogari. Kështu që unë mendoj që shumë njerëz si punë e këtij lindin vetvetiu, pra lindin të tillë, lindin të fortë, ose lindin të zgjuar, ose njeriu lind i tillë, pra ky që i dha gjithë jetën e tij, ja përkushtoi gjithë jetën e tij vajzës së tij, Eminemi. Dhe ai, siç thotë ai vet, ai jeton vetëm për vajzën. Pra njerëz të tillë unë mendoj që lindin shumë rrallë, sepse po t'i vini re, dhe ne, dhe të gjithë ne jemi egoist, të gjithë njerëzit janë egoist, po t'i vini re,
Ne gjykojmë tjetri, por nuk i shikojmë se çfarë problemesh kemi vetë ne. Megjithatë, siç ju thash, jeta e Eminemit më ka mbetur vërtet në kujtesë. Është njëri që nuk mban makina të kushtueshme, nuk vishet, ka patur raste që ka dalë me makina, por nuk janë të tija. Unë po flas për makinat e tija, jo ato që e sponsorizojnë. Jo, po flas për makinat e tija. Nuk shpenzon. Rrugës del me bicikletë, del në këmbë, del pa problem fare. Pra, do ju pyesja juve tani, nëse ju arrini të bëheni milioner, çfarë do të ndryshoj? Si do të ndryshoj jeta juaj nga sot me nesër që të bëheni milioner? Pra, cila do të jetë diferenca? Shiko, njeriu duhet i mendoj paraprakisht gjërat, sepse ndodhin. Mund edhe të ndodhë që të bëheni milioner, ose do është edhe i pasur, jo shumë milioner, por paktën i pasur. Dhe duhet përgatitur mendja, sepse nuk duhet harruar kush ke qenë. Për mendimin tim, megjithatë unë pres komentet tuaja. Pres komentet çfarë mendimi keni për Eminemin, por sikur të ishit ju në vendin e tij, dhe gjithë jeta e tij, pse në këtë formë? Pra pse? Çfarë ka bërë ai njeri, sepse prindit e tij, okay, e lindën, po gruaja. Pra është një jetë e tmerrshme, nuk e di. Megjithatë, shpresoj që ai tani t'ja kaloj mirë dhe jeta ti të shkoj mirë. Hajde, natën e mirë, kalofshi bukur.